Këtë rutinën dhe këtë regjimin që po flasim për lëkurën do ta bëjnë vetëm gratë apo edhe meshkujt? E njëjta gjë dhe për gratë dhe për meshkujt. Është interesante sepse nga ana e marketingut shumë produkte janë kjo është për gra edhe kjo është për burra. Për lëkura pak a shumë është njësoj. Sidomos kur fillojmë dhe bëhemi më në mosh. Kur jemi më të rinj, lëkura e burrave ka ndryshim në kuptimin që e kanë kolagjenin, kanë më shumë kolagjen, e kanë më me yndyrë zakonisht lëkurën, por mënyra se si kujdesemi është njësoj. Prapi duhet larës, prapi duhet hidratus, prapi duhet kremi diellit. Që është shumë të rëndësishme dhe nuk është nevoja që të zgjedhin ato produkte që thonë specifikisht për burra, se zakonisht e kanë çmimin më të lartë vetëm se thot për burrat. Por ingredientët janë njësoj dhe në fakt ndonjëherë janë më keq sepse i shtojnë shumë fragranca që janë për burra, por mund t'ja irritojnë lëkurën atyre. Ti ke më shumë pacient burra apo gra? Unë kam një mix. Edhe me kalimin e kohës, sidomos këtu në Washington DC, po filloj të kem dhe shumë burra që kanë filluar të jenë më të interesuar për të kujdesur për lëkurën. Kam shumë burra që vinë më pyesin pikërisht të njëjtat pyetje që më ke bërë ti. Maskat, retinoli, vitamina C, kështu që është edhe në kulturë. Kanë filluar dhe këtu në Amerikën përgjithësi burrat kanë filluar kujdesen shumë për veten e tyre. Interesante, me qenë se jemi te kultura. Në kulturën tonë shqiptare, kujdesi për ekzaminime veçanërisht ndaj nishaneve apo dhe kancerit të lëkurës është minimal, do të thoja. Nuk është se ka një kulturë që një herë në vit duhet shkoj dhe të ekzaminohem. Si duhet jetë në fakt, si mjeke, çfarë do të rekomandoje, si duhet veproar? Atëherë, edhe kjo pyetja ka çik nuance to it, sepse nuk është e njëjta për të gjithë. Varet nga risk factors që ke. Edhe Akademia e Dermatologjisë në Amerikë nuk e rekomandon që të gjithë duhet të bëjnë kontrollin e nishaneve çdo vit. Varet se sa risk factors ke. Çfarë duhet të them me këtë? Në qoftë se ti ke pasur shumë djegje kur ke qenë i vogël, sidomos në qoftë se ke pas djegje që shkakton flucka në lëkurë, blistering sunburns, nëse ke bërë tanning beds, kur shkon në tanning bed edhe një herë të shkosh të rrit shanset që ti të kesh melanoma. Në qoftë se ke histori në familje që dikush ka pasur kancer, duhet se s'bën që ta kontrollosh edhe ti lëkurën. Në qoftë se e ke lëkurën shumë të bardhë, syt blu, kjo është një tjetër risk factor që duhet të shkosh te dermatologu të kontrollosh nishanet sepse ke shanset më të larta që mund të develop skin cancer as you get older. Kështu që varet, shumë njerëz nuk e dinë, domethënë nëse duhet ta bëjnë apo jo. Asnjëherë nuk është ide e keqe që të shkosh te dermatologu, sepse ti mund të shkosh dhe e merr një si bazë që e di se çfarë nishanesh ke dhe sa merak duhet bëhesh për ato. Edhe dermatologu thon nëse është mirë për ty që të vish çdo vit apo çdo 6 muaj, kështu që gjithmonë është më mirë të shkosh se sa mos të shkosh dhe pastaj e keni një bisedë midis jush nëse ja vlen apo jo që ta vazhdoni ta bëni çdo vit. Më e rëndësishme është që dhe ti kontrollosh nishanesh vetë në shtëpi. Po, dhe nëse ke një merak apo një shqetësim të shkosh tek dermatologu dhe të adresosh. Absolutisht. Një këshill e vetme dhe e fundit, nëse do t'i jepje një vajze apo një djali 20 vjeçar sot, që të ndjehet me fat që dëgjoj këtë intervistë këtu në Ilvatar Talks dhe ti thuash ky është një veprim që do ta bësh sot që të falenderosh veten pas 20 vjetësh. Kush do të ishte ai veprim? E di çfarë do të them unë. E di. Pastroni fytyrën, kremin hidratues edhe kremin e diellit. Dhe pash mirë? Duhet ta bësh absolutisht. Kremi i diellit duhet të bëhet aq automatike saq është larja e dhëmbëve. Në qoftë se ti do ta bësh ata për 20 vjet, çdo mëngjes do vësh kremin e diellit, të premtoj që lëkura jote do jetë në një fazë shumë më të mirë se sa dikush që nuk e ka bërë ato për 20 vjet. Edhe do ta falenderosh veten që e ke bërë, edhe do thuash shqyr që kam vënë kremin,
është më mirë të bësh atë se sa të paguash aq shumë lek për kremra të shtrenjta, procedura të shtrenjta, suplemente të shtrenjta. Ajo është gjëja më e pakta që mund të bësh. Për të parë intervistat e plota të Ilva Tare Talks, sigurohuni të bëni subscribe, abonohuni në kanalin e YouTube dhe qëndroni të përditësuar për episode të reja çdo javë.